إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد. Falenderimet, lavdrimet, gjitha adhurimet I takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Allahun e falenderojmë, falje, shpëtim dhe ndim vetëm prej Tij kërkojmë, atë cilin e uzon Allahu Jalla Jalalu nuk ka kush e humb, dhe atë cilin e lën në rrugën e humbjes nuk ka kush që e uzon atë përveç Tij Jalla Jalalu. E falenderojmë Allahun e Madh për shumë mirësi dhe begatitë e shumta që na I ka dhënë. Në veçantë e falenderojmë Zotin e gjithësisë që na ka bërë ummet dhe pasues të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Paqja, mëshira dhe gjitha mirësitë e Zotit Gjelle Gjelalu qofshin për të dërguarin e Tij të fundit, mësuesin e njerëzimit, njeriun më të mirë që ka ecur mbi sipërfaqen e tokës, volën e pejgamberisë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, I cili erdhi mëshirë për të gjithë krijesat, në veçantë erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për të nxjerrë njerëzimin nga errësira e kufrit në dritën e imanit. Dërgojmë salavatë dhe selame edhe për familjen e Tij të pastërt, shokët e Tij besnik dhe gjithë ata muslimanë të cilët e pasojnë dhe ecin në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Elus Allahun e Madh në këtë ditë të Xuma, ditë e madhe, që Allahu Gjelle Gjelalu na bëjë dhe neve nga ata që ecin në rrugën dhe sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Xhamat të nderuar, elhamdulillah që Allahu Azza wa Jall na ka bërë musliman fillimisht, e pastaj ka dërguar pejgamber, e na ka dërguar edhe librin Kur'anin, që në të mban shumë mesazhe dhe këshilla që janë ilaç dhe pastrim për zemrën tonë. Allah te barek ve taala në mesin e shumë ajeteve, në një prej ajeteve në surën Taha, Allahu te bareke ve taala I drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe na drejtohet gjithë neve me një këshill që është ilaç dhe shpëtim për zemrat tona. Thot Allah në Kur'an: "Wala tamuddanna 'aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahrata al-hayati ad-dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khayrun wa abqa." Allahu I drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "O Muhammed, dhe ju gjithë që e pasoni Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mos ingulit syt drejt atyre gjërave që ua kemi dhënë disa prej robërve tanë, sepse ajo është lulishte e bukur e kësaj dunjas, dhe ajo është madje shprovë për ta. E furnizimi më I mirë është ajo që është e përhershme dhënshta Allahu te bareke ve taala. Në të njëjtën formë Allahu Azza wa Jall I është drejtuar pejgamberit alayhis salam edhe në surën Al-Hijr: "La tamuddanna 'aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum", deri në fund të ajetit. Vëllezër të nderuar, të gjithë jemi dëshmitar dhe jemi të vetëdijshëm se jemi duke jetuar në një epokë, në një kohë ku është prezente teknologjia dhe bota për çdo ditë po përparon dhe bota për çdo ditë shkon drejt asaj që është më shkatruese, për arsye se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë nuk ka ditë që vjen pas tjetrës vetëm se është më e keqe se ajo ditë që ka kaluar. Kështu që në veçantë rinia jonë është duke kaluar në për disa periudha të vështira. Të gjithë jemi prekur prej një sëmundje shpirtërore, e që ilaçi I saj është në Kur'an. Andaj vëllezër të nderuar, pra jetojmë në epokën dhe periudhën e internetit, në periudhën e shfaqjes, në periudhën e reklamës, ku njeriu lakmon jetën e tjetrit, ku njeriu e krahason jetën e tij me jetën e të tjerëve. Dhe kjo është një sëmundje që na ka kapluar të gjithëve. Andaj pejgamberi Allahu Gjelle Gjelalu I drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe neve duke na thonë, sepse është ai I cili na ka krijuar neve dhe e din çka kemi në zemrat tona, dhe Allahu Azza wa Jall krijuesi jon e din se sa të dobët jemi
dhe ne lakmojmë, është natyrë e njeriu që të lakmojë. Allahu xhelle xhelalu na mëson duke na thonë la tamuddan aynayka. Mos ja ngul syt të mirave që ja kena dhënë të tjerëve. Allahu xhelle xhelalu nëse shikojnë këtë ajet kuranor, nuk i ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe nuk na thotë edhe neve që mos shiko. La tanzur, po ka thonë la tamuddan aynayk. Me shikuar është e natyrshme. Me hedh shikimin në gjëra kalimtare është e natyrshme. Ama Allahu na thotë mos i fokuso syt e tu të mirat e të tjerëve, sepse pastaj lakmon. La tamuddan aynayka ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Mos i ngulsit të ato të mira që ju kena dhënë të tjerëve, se pastaj lakmon. Allah zë të nderuar, fatkeqësisht na jemi duke jetuar në një kohë që ndoshta duke qenë si ma mirë dhe duke i shfrytzuar të mirat e Zotit që t'i ka dhënë, duke i u kënaqur me ato të mira dhe ato begati që t'i ka dhënë Allahu te bareke ve teala, qish në mëngjesin e hershëm njeriu e prish rahatlakun e vet. Pse? Sepse nuk e ka eduku synin e tij. Që në momenti kur Zoti nga xhumi fillon dhe t'i hap ato faqet e internetit, edhe t'i shef njerëzit se si e jetojnë jetën. Dallimi mes neve dhe të parëve tonë, pse ata kanë qenë më të lumtur, sepse në të kaluar nuk ka pasur mundësi që një njeri, ndoshta i varfër, të e shef jetën se si e kalon një i pasur. Sot po një njeri më i thjesht me një celular, për arsye se bota është bërë një katun, e gjithë botën e kanë në një telefon, në një celular që e shef, dhe nga momenti që zosh nga xhumi, të gjithë dunjon e shef. Edhe prish rahallakun tënë, duke qenë si ma mirë, fillon dhe me i hap ato statuset që i publikojnë njerëzit, edhe të fillon me meditu, fillon me mendu dhe e prish rahallakun tënë, që nga mëngjesi e prish ditën tonë. Allahu të thotë, mos i hapsi shumë, mos shiko shumë, ule shikimin, mos u merr me jetën e të tjerëve, se pastaj e shkaton jetën tonë. Mos e krahaso jetën tonë me jetën e tjerëve, se Allahu ka caktuar që ti çashtu me jetu, sepse pastaj lakmon. Andaj ki ajet kuranor, vëllezër të nderuar, na bën me dije se besimtari duhet të edukojë veten e tij. Jo të shikon çfarë i del parasysh, se pastaj e shkaton veten e tij, e shkaton familjen e tij, e shkaton jetën e tij, e humb këtë botë, aq më keq mund që të humbë dhe ahiretin. Allahu na ruaj. Andaj vëllezër të nderuar, si rezultat i kësaj, njeriu mund të vënë në përfundim në 3 gjëra. Momentin që besimtari nuk e edukon shikimin e tij, nuk e kontrollon, nuk ja vendos shikimin e tij një vit të kuqe, mund të vinë në 3 gjendje që janë shkatruese për ta. E para vëllezër të nderuar është se njeriu i cili e lishon synin e tij, edhe shikon hallkun dhe dunjon çka bojnë dhe si jetojnë, vjen deri në përfundim se i harron të mirat të cilat ja ka dhënë Allahu te bareke ve teala. Për çdo ditë ai fillon mi harru të mirat që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Ja ka dhënë shëndetin, ja ka dhënë shikimin, ja ka dhënë dëgjimin, ja ka dhënë familjen e kështu me radhë, dhe ai fillon të harron këto të mira derisa prej një muslimani mirënjohës vjen përfundimi që të bëhet një njeri i cili i mohon të mirat të cilat ja ka dhënë Allahu te bareke ve teala. E dita që është shumë e rrezikshme, e dita që është shumë e rrezikshme, Allah na ruaj prej saj, vjen në një moment për shkak të shikimit të tepër, për shkak që njeriu e lëshon shikimin e tij dhe nuk ja vendos një vit të kuqe, vjen deri në përfundim që njeriu të kundërshtoj caktimin e Allahut te bareke ve teala. Ndoshta besimtari asnjëherë nuk e shqipton me gjuhën e tij, ama ndoshta zemra e tij i thot Allahu të ka bëti pa drejtë. Allahu filonit i ka dhënë edhe ti nuk ka dhënë. Ndoshta mos Zoti nuk ka ditë, hasha lillah, me da furnizimin e tij. Kështu fillon njeriu me mendu kur nuk e ul shikimin e tij. Allah thot inna rabbaka laysa bidhallamin lil abid. Allahu nuk i ban kujt pa drejtësi. Allah ka caktuar riskun e gjithë secilit. Allahu ka vendosur të jetojnë ashtu siç jemi. Është në diturinë dhe urtësinë e Allahut te bareke ve teala. Mirë, po ti kur nuk e ul shikimin, vjen deri që këtë përfundim që fillon me mohu edhe kaderin dhe caktimin e Allahut te bareke ve teala, gjë që ka mundësi që me të nxjerr prej imanit, prej islamit. Allahu na ruaj. Edhe treta, xhamatë nderuar, prej gjërave që shikimi i tepërt, wala tamuddan aynayk, mos e gjat shikimin, vjen përfundim që njeriu të jetë i pangopur. Njeriu është i atyr, natyra e njeriu është që asnjëherë nuk kënaqet
Dhe këtë na vërtetoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ku tha në hadith vërtet law kana libni adam wadiyan min adh-dhahab labtagha an yakuna thalithan. Biri Ademit, sikur se më ia dhon edhe di kodra me ari dhe me argjend, s'kishte më thon mjaftueshëm, po kishte më thon e dua edhe një. E kështu me radh nuk nalet edhe nuk ka përfundim. Nëse njeriu nuk e mëson veten e tij, epshin e tij, synin e tij që ti thot deri këtu është. Kjo është hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që na mëson se duhet besimtari me kon i kënaqur me çfarë që ka dhënë Allahu te bareke ve taala. Jo rastisht një herë për herësh i tha Ebu Hurerës radhiyallahu ta'ala anhu, o Ebu Hurere, irdi bima qasama Allahu lek takun aghna nas. O Ebu Hurere, kënaqu me çfarë që ta ka dhënë Zoti i Xhelel Xhelalu, kemi qenë njeriu më i lumtur. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadith tjetër, tha ai njeriu i cili zgjot mëngjes edhe ka me hangër bukë para ditë, e ka shëndetin e mirë, është fa ka'annama huyizat lahu ad-dunya wa ma fiha. Është sikur më ia dhon dunjon dhe shkakon ta. Po valla, mirë po shikimi i tepërt bën me haru krejt çdo të mira që t'i ka dhënë Allahu te bareke ve taala. Mos e krahaso veten me njerëzit që kanë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për dunjon, shiko kush është më poshtë se ti. Kur e shef një çmund, të thuaj alhamdulillah Allah më ka dhënë shëndet. Kur e shef një çprovum, thuaj alhamdulillah Allah nuk më ka sprovuar. Edhe ti falendron Zotin Xhelel Xhelal. Mirë po nëse hedh shikimin vetëm tek ata që janë mbi ty në këtë dunjon, atëherë kemi filluar me u dëshpëruar dhe me u mërzit edhe me shkatërru jetën tonë. Pejgamberi tha shikoni për këtë dunjë ata që janë më poshtë se ju. Vëllazërin atë kundërtën e bajnë. Kur është për dunjë, mundomi me kohë të partë. Mundomi me kohë të partë, edhe japi maksimalen për me kohë të partë. E kur bëhet muhabet për ahiret, për xhenet, i thonë atjerëve bujrëm veni jot është, bujrëm sajfin e parë, bujrëm e hap derën, çka? Subhanallah. Allahu Xhelel Xhelalu të kundërtën na thot në Kur'an: "Wasari'u wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum falyatanafasil mutanafisun." Në mënyrë urdhërore, shumë ajete kanë ardhur që ka thonë Allahu Azza wa Jall, garoni për ahiretin, garoni për xhenetin. Të parë do të më kon. S'do të më alishu kujt rrugën, se nesër këtë kena nevojë të Allahu Azza wa Jall me kon më të mirë, me kon gradën më të lartë xhenetit. Po fatkeqësisht ne ja japna derën tjerëve, derisa na dojna me kon të mbron. E kur është për dunjë, mundomi me kohë të parë. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë mos u bani parë, po shiko ata që janë më poshtë se ti, në mënyrë që thot gjuha jote elhamdulillah për ato të mira që na ka dhënë Allahu Azza wa Jall. Vëllezër të nderuar, ajeti thot zahrat el hayati dunya. Mos i shiko sepse është si lulja e bukur e dunjos. Lulja karakteristika e saj është e bukur, po sa është e qëndrueshëm. Në javë, javë, rrezet e forta të dillit e vyshkin, e thon. Erërat e shkapërdetin e bojnë plumë dhe hi. Që shto është dunjoja, vëllezër, mos të lakmon dhe tjerëve. Ajo rezultati ditë saj, Allah thot lineftinehum fi. Krejt që që ju kena dhënë, edhe juve ju duket e bukur pasuria dhe jeta e tjerëve, Allahu thot nuk është se unë i dua ato më shumë. Po thot unë dua me isprovu ata. Imtihan është sprovë e kësaj dunjos. Allahu na sprovon, na teston. Madje nëse lexojmë Kur'anin dhe historinë e njerëzimit, i shohim se Allahu Azza wa Jall mas shumë ti që i ka sprovuar njerëzit është me pasuri. Ju e dini shumë mirë rastin, dhe është rast që Allahu Azza wa Jall ngjarje që ka cek te Karunit. Kush ka qenë Karuni? Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alayhim. Karuni ka qenë një njeri prej popullit të Musait alayhis salam. Dhe ka pas shumë pasuri dhe ka shti popullin e vet. Wa ataynahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ila al-quwa. Çfarë ka pas pasuri? Allah cek në Kur'an këtë. Tekstualisht thot, çfarë shumë ka pas pasuri që ka pas grupet e njerëzve që i kanë mbajtur ato çelësat e depove dhe magazinave. Edhe kishte njerëz të mençur në mesin e popullit të tij. Dhe i thoshin la tafrah inna Allah la yuhibbul farin. Mos u gëzo shumë kësaj pasurisë, sepse Allahu Azza wa Jall nuk i gëzon kësaj pasuri. Sa sprov. E kush ishte Karuni? Karuni doli një ditë para popullit vet, me bukurimin që kishte dhënë, me pasurinë që kishte dhënë Allahu Azza wa Jall, edhe kur e pa populli vet. Vëllezër është mirësi donjëherë, andaj vjen kjo këshilla e Zotit, mos i hap syt, mos më pa dunjë. Je më rahat. Kur e pa populli vet që si kishin pa të mirë te Karuni, disa tha yaquluna yuriduna al-hayata ad-dunya ya layta lana mithla ma utiya Qarun innahu la dhu hadhin adhim. Çka tha? Disa njerëz që kishin marrë dunjon, i than, sikur të ishim në vendin e Karunit, po sa fat madh është Karuni, pasuria e madhe. E disa tjerë që ishin të mençur, që lexonin librin e Zotit, që i lexonin këshillat e Allahut Azza wa Jall, që i kishte dhënë libri, than wailakum
mirë për juve, të mirat e Zotit janë edhe më të mëdha, që kishin për qëllim xhenetin e Allahut te bareke ve teala. E pasi kaloi këtë periudhë, Allahu azza wa jall e shkatroi, e gëlltiti toka Karunin me pasurinë e tij. E çeto që ishin dhënë mas dunjas, çeto që lakmuan pasurinë e Karunit, të nesmen wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil ams wa ka'anna Allah yabsutu rizqa liman yasha. Me njëherë kur e pan shkatrimin se çaju pasuri kish bën që me harru Allahu azza wa jall, thanë elhamdulillah, Allahu na ruajti dhe nuk na bëni si Karun. Për një periudhë shkurt, lakmuan dhe pan se si Allahu xhelle xhelalu e shkatroi. Por jo domosdoshmërisht, Islami nuk e don pasurinë. Përkundazi Allahu xhelle xhelalu na nxit dhe e do besimtarin. Po nëse pasuria ite bëhet që ti thosh unë e kam fituar me shpatullat e mia dhe bosh me ndjemadh dhe shtyp të tjerë, ta dish se pa ajo pasuri është qëndruar në dënim. Ka qenë i pasur edhe Sulejmani alayhis salam, ka qenë mbret. Po çka tha? Hadha min fadli rabbi. Nuk tha unë e kum bë, po kjo thash mirësia e Allahut azza wa jall. Për çka? Çka ishte ajo pasuri? Li yabluwani a ashkuru am akfur. Kështu tha Sulejmani alayhis salam. Allahu ma ka dhënë këtë pasuri me mpa, me msprovu, a jam falendërues apo ja mohues. Andaj tha Allahu xhelle xhelalu, wala tamuddan aynayk. Mos i zgat shumë si, mos i fokuso shumë si tek jeta e tjerëve, sepse e shkatojnë jetën tonë. Andaj vëllezër të nderuar, këto janë pra disa ajete kuranore dhe disa hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që na japin një mesazh për ta larguar që këtë sëmundjen që është prezente në mesin tonë, në veçanti në mesin e rinis, që sot të rit janë sëmur, o vëllezër të nderuar, nga kjo sëmundje, të cilat për fat keq janë demoralizuar, janë bë pasiv, duke e parë jetën e tjerëve, duke mundu me jetu si tjerët, edhe nuk lëvizin fare hiç, edhe janë dëshpëru. Ndërsa kjo është caktimi i Allahut azza wa jall që ti me jetu dhe me mundu dhe me kanë i kënaqur me çfarë që të ka dhënë Allahu te bareke ve teala. Andaj lut Allahun subhanahu wa taala që Allahu xhelle xhelalu na bëj për atyre që janë të kënaqur me çfarë që ka dhënë Allahu azza wa jall. Lut Allahun subhanahu wa taala që si ton Allahu azza wa jall ti ruaj nga lakmia, nga pangopsia. Lut Allahun e madh që rinin ton Allahu ta uzon, pleshve ton të jep shëndet, të vdekurit ton që kanë shku para nesh, Allahu ti mëshiron dhe ti gradon me xhenetet e larta ya rabbul alamin. Ne që jemi gjallë ende dhe frimojmë lut Allahun e madh që të na ruaj begatin më të madhe, begatin e imanit. Na mësoj Allahu azza wa jall që kur të ndahemi nga kjo botë, të ndahemi me fjalën më të mirë, fjalën la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim.